Jam Margherita Shlaku, por në muzikë më njihni si Giti. Dhe kjo është hera ime e parë në skenën e festivalit të këngës. Vi nga një familje artistash, ndaj muzika ka qenë e pranishme në jetën time që në fëmijëri. Okej, është një ëndër e bërë realitet. Beatricia. Po, ajo Beatrice. Jo vetëm që më plotësoi dëshirën duke më dhuruar këtë këngë, por më bëri të ndjehem si motra e saj. Okej, është pop alternativ dhe flet për jetën për te ekranin digital. Këtë dua të sjell në festival. Jo vetëm emocion, por edhe një thirrje. Një mesazh social të kohës. Të jetojmë më shumë. Okej.